komentoni ju protestat e nisura në disa bashki që kundërshtojnë, si për shembull Policani dhe tjerë që po kundërshtojnë propozimet për hartën e re? Janë protestat më të ligjshme dhe unë nxis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive të cilat me një trënd të lapsit narkodiktatori kërkon t'i shuaj nga harta, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të ish bashkive të cilat ne i kemi rivendosur në hartë për rikthimin e tyre të ndërmarrin një proces protestet pa ndërprerë të bashkohen me protestën rinore qytetare gjerë në suksesin e plot të drejtave të tyre, kërkesave të drejta. Kjo që bën Edi Rama është një veprim sultanesk i një njeriu që kërkon ta ketë Shqipërinë në plëm të dorës, i një njeriu i cili i pangopur dhe i pajetur me pushtet në vend të decentralizimit promovon centralizimin ekstrem, i një njeriu që përdori në 2014 dhe vazhdon të thelloj reformen si lev në Arkimedit për shpopullimin e Shqipërisë. Ndaj dhe unë i përgëzoj ata të gjithë qytetarët e këtyre bashkive që ai me gjakstofsi kriminale u bje një kryq, nuk do të ekzistojë, pavarësisht se kanë histori shekullore ekzistence e tjerë me radhë. Zotë Berisha, zakonisht qytetarët e ndryshëm i shkruajnë edhe për hetime dhe për dosje të ndryshme. Ka shkruar në një qytetar çfarë ka ndodhur mbrëm me jatin nga ku filluar me armë zjarri dhe kush ishin këta persona? Emrat e personave i bëri të ditur policia dhe unë nuk i njoh si emra, por policia i bëri të ditur se unë ndoqa atë si një ngjarje jashtëzakonisht të shëmtuar. Si që paraqet Shqipërinë një banditistan. Imagjinoni ju mrekullinë e ujrave të Jonit dhe njerëzit që vinë aty për të pushuar, për të shijuar ato ujra, përballë tyre kanë breshrit e banditëve të Edi Ramës. I sigurt jeni ju që ata janë bandit të qeverisë me lidhje me qeverinë që ndjehen mbi ligjin një lloj si qeveria. Nuk ka akt më të shëmtuar, i kishte tmerrsisht tronditse për të gjithë pushuesit aty, por është lajmi më i keq që përcjell Shqipëria në të katër anë e dheut për turizmin. A do të bini ju dakord me socialistët për zgjedhje porone e përgjithshme me konsensus? Jo, ne nuk marrim pjesë në përzgjedhje emrash pas aktit të tyre me avokatin e popullit. Ne kemi ndërprer çdo lloj bashkëpunimi në përzgjedhjen e emrave, por mund të them që prokurori i përgjithshëm sot është institucioni më i zhveshur nga çdo kompetencë dhe kur ndëgjojnë raportin e tij, ai flet sikur është drejtori i statistikave të policisë, është një përmendimin tim, është një zhveshje e gabuar që i kanë bërë atij, sepse ai është institucion kushtetues, dhe ta lësh atë sa për disa statistika. Kjo është një akt, mendoj se mund të rishqyrtohet si institucion për të korrigjuar disa gabime që janë bërë